Si drejtuat emisionit investigativ Stop? Unë quaj Marian Topi, lindur në Lushnjë Banus në Barbojnë. Mua më ka vrarë baban në 97. Baba im u merrte me tregti. Blinte shiste jetë gjallë. Lop, viça, me tregti. Duke shkuar në pazarin Belçit, në Fierz, i dalin përpara 3 persona të mashkur. Njëri prej tyre u identifiku ishte Klodian Hida. 2 të tjerë jo. Kanë thënë ndaloni makinën. Kanë kërkuar lek, kanë kërcënuar Klodian Hida. Mante armën babait e koka, 2 tjertë bënin kontroll, më lyshin lekë siç thon. Prezent ka qenë xhaja im, ka qenë 4-5 fshatar tjerë, dhe duke ditur që këta shkonin për treg, 2 dirimi që do kenë monedha me vete, kanë lek. Vrau njerin që të friksohen tjerë. Fatkeqësisht, ai që vrau ishte babai yt, në Vrustopje. Po. Sa vjeç ishe në atë periudhë? 9 vjeç. E mban mend babain, domethënë gjithë ndodhit asaj koha? Normale, diçka ka mund të fiksoj në tronë në babaj. Ka i vite që më mungon goja ime nuk thot baba, zemra e di se sa vuj, e në mendjen time vetëm atë kam. E fiksimi më i madh në jetë që dua të bëj, vetëm çojën e babait deri në fund. Për te fatkeqësisë së madhe dhe dhimbjes së pa justifikuar, si e ndoqët ju këtë çështje? Me qenë se unë isha fëmijë, isha vetëm 9 vjeç, vesh marrë xhaja me këtë çështje në atë kohë. Ishte vend person në kërkim. U identifikua që ishte Klodian Hida. E ka marrë policia, kanë çuar në gjyq, janë bërë gjykime. Gjykata e Elbasani, çka është parë, ka dënuar me 20 vjet burg. Siç duket Klodianit nuk i ka pëlqyer dënimi dhe ka kërkuar me tjetër trup gjykues. E kanë çuar në apel Durrësit, apeli Durrësit ja ka kaluar Elbasanit përsëri, ja ka lënë këtë në fuqi dhe ka kaluar Elbasanit për diçka më të re. Elbasani e ka marrë prokurori në atë kohë Petre Fasfani, nuk e ka dërguar në gjyq, nuk e ka dënuar, po thjesht ka bërë pushimin. Ky është vendimi i prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Elbasan. Prokurori i çështjes Petre Faslani më datë 2/9/1999 pushon çështjen. Juve ishit njoftuar për këtë pushim çështjeje? Jo, ne nuk kemi vënë fare ndjeni për asnjë veprim të prokurorit. Përkundrazi, edhe tani që po e njeh çështjen nuk do ishte duke e ndjekur, por ka ardhur pushimi për 2 persona të tjerë, se Klodian Hida e kanë kapur, e kanë njohur, e kanë bërë tëra provat, ka qenë po Klodian Hida, ka qenë me 2 persona të tjerë që nuk i janë identifikuar. Dikush që po na ndjek mund thotë që çështja është e 99-s. Pse jeni kujtuar në 2018? Sepse unë isha i vogël në atë kohë, isha fëmijë dhe duke ditur që personi ishte dënuar, ka marrë dënimin e dur, duke thënë vetë xhaja që ishte dënuar. Nuk e dije ne si familja pushimin e çështjes. Jo, asnjëri. As xhaja, as unë, as njerëj. Këtë zbulova unë tani. Duke kërkuar letrat, unë zbulova gjeta këtë pushim. Gjyqtarja Miranda Konica bashkë me prokuroren pranvera stafa, gjyqtarja Miranda Konica, na thonë që e kemi të dënuar. Në fakt unë kam gjetur këtë vendim. Ky vendim thotë ishi pushur. Pra na jam drejtuar e emisionit Stop që të kërkoj drejtësi. Siç u parashkru për 2 personat e tjerë, i bie që edhe për Klodianin të jetë parashkruar në si me vendi jeni për asnjë veprimi. E mësoj tani në 2018, prokurorët dhe gjyqtarët mund ta bëjnë zezën të bardhë, siç e kanë bërë këtë letër, siç e parashkruajnë këtë letër, mund të parashkruajnë shumë letra të tjera, por nuk mund të bëjnë baban tim në të vdekur të gjallë. Edhe pse kanë kaluar 20 vjet, unë e di se ç'ndjej, unë e di se si jetoj. Parashkruhet vimja ime, ose vimja çdo fëmijë, për nënën, për baban. Nëpërmjet kamerës së fshehtë, emisionit Stop, veçqytetari Erion Topi pati një bisedë me prokurorin e çështjes, Petre Aslanin. Po që shtë dhe vëraj për vendim, marrë më kërkon matje? Po normal e se ti është jetë në mirëvaj, ku më baj e ty? Qa ka? Ti është në marrë të vendime? Po për ishtë vendime dhe fyë e i mund qëmë të qa po të shkelet të gjukat ty? Qa keqje shefti? Keqje se kam një vit në prunë anës më zorë gjithë në dosi. Po qëka të bëjë unë? Po ku shë bënë? Me gjithë ato, është për sotan. Po nuk ishtë bërë asë një jankimi. Të rivendoset të hapë, të fillojnë hetimet, kanohet a një person pas një hetim dhe i pandehu dhe të shkojnë në gjyq. Ne nuk jemi vend jeni për asë vojtjeje, si të bëjnë jankimi. Po t'jore këtu, pas të saj, po të duash, kërkohet për jashtimin tim. Mund të kërkosh me që tani, që nuk dua të jesh ti prokuror mosu.
Dhe unë nuk e kam problem. Gjithë shka shko dhe bëj. Pra, unë sot jam plotësisht me ty. Atëherë kam qenë plotësisht i bindur se është kështu, çfarë do t'i kam kuptimin. Pse ke marrë ti vendim? Po unë atë punë kam. Që është puna ime. Atë punë po ti shikoj letrat me rana themeli. O, pu tani, por nuk heq dot veten. E kuptove? Nuk e heq dot veten. Qofse kërkon ti për jashtimin tim. Pas interesimit të qytetarit, u interesua dhe emisioni investigativ Stop. Por, prokurori nuk na priti, megjithatë nuk na la pa një përgjigje. Petre, janë të gazetarisë Stop, kërkojnë takim me ty. Për aset i djarë gjishtë në zërë shparë, tani si ti theme të tërë, zonjës. Kështë një sqarim, pse është pushu çështja? Ti si prokuror të pse e ke pushuar? Petre, telefoni mund të kaloj këse zonjësën, sa të shkoja? Jam në veprim hetimor, thot. Pse ke pushu çështjen? Ku gjykata ka dënuar me 20 vite burg. Tani si ti veprojnë, Petre? Ma kalon me telefoni, s'ka asgjë që të keqe, iku Petri, themeli. Për të kuptuar se si e ka hetuar çështjen prokuror Petreth Aslani, atëherë ne do t'i bëjmë një krahasim me prokurorin e parë të kësaj çështjeje. Unë kam qenë prokurori kur ndodhur ngjarje. Është bë kyre në ngjarjes, jam bë hetimet, është marrë pa nderur ka vetëm gjykim. Është dënuar 20 vjet po të them. Nga unë. Po. Unë pastaj 99 jam larguar, konjë jam larguar nga Elbasani, kam vetëm Pogradet, me detyrën Pogradet. Ky ka qenë i dënuar. Se çfarë është bërë më brava pastaj? Ti më tregon një vendim që është me vult njëu me të gjitha. Domethënë ti si prokuror, kur është hetuar për herë të parë, këtë personin e ke dënuar 20 vjet. Petreth Aslani na e liron. Pushon çështjen. Pra, i pari e ka dënuar me 20 ditë të burg, ndërkohë që i dyti pushon çështjen.